Dje në ora 14 në Departamentin e Policisë Kriminalistike në Tetov, një 64 vjeçar nga fshati Reqice Madhe ka denoncuar veprën penale keqpërdorim i kartelës pagesore. Sipas denoncimit nga ana e një kryeshësi të panjohur, është keqpërdorur kartela e tij pagesore e dedikuar për pagesën e pikave rrugore dhe mbushjen e karburantit në Evropë. I dëmtuari ka pranuar një njoftim se më datë 28 qershor në ora 20:49 minuta në një pikë karburanti në Itali është realizuar një transakcion i pa autorizuar në vlerë prej 886 eurosh për mbushje me karburant dizel, edhe pse në atë periudhë ai nuk ka qenë fare në Itali. Dje pas një aksidenti komunikacioni të ndodhur paraprakisht në rreth rrotullimin midis rrugëve Iliria dhe Videos Milevski Bato në Tetov, zyrtar policor kanë kryer alkol test mbi pjesëmarrësit, me çka tek shoferi 67 vjeçar nga fshati Prelubisht është konstatuar prania e 1.79 promil alkol në gjak. Ai është privuar nga liria në përputhje me nenin 297A të kodit penal, ndërsa automjeti i është marrë dhe pas dokumentimit të rastit ndaj tij do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje rreth orës 16:10 në sektorin për punë të brendshme Tetov është denoncuar se në rrugën lokale afër hyrjes së fshatit Rostush, një tricikël Yamaha me targa të Italisë i drejtuar nga një 66 vjeçar nga Italia me vendbanim në fshatin Velebërdo ka dalë nga rruga. Me këtë rast shoferi ka pësuar lëndime të rënda trupore të konstatuara në Spitalin Special për Ortopedi dhe Traumatologji Shën Erasmo në Ohër. Kthyrjen e vendit të ngjarjes e ka kryer një ekip nga Departamenti për punë të brendshme Gostivar. Dje në ora 23:10 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një 20 vjeçar nga fshati Çellopek ka denoncuar se rreth orës 20:15 në rrugën Videos Milevski Bato në Tetov, derisa po drejtonte një automjet udhëtarësh Audi, paralelisht me të ka lëvizur një automjet udhëtarësh Opel Corsa me targa të Tetovës, e cila qëllimisht ka goditur pjesën e djathtë të automjetit të tij. E më pas është larguar nga vendi i ngjarjes. 20 vjeçarit i është ofruar ndihmë mjekësore në Spitalin Klinik të Tetovës. Pas mesnate në ora 1:30 në fshatin Dobrosht, zyrtar policor nga stacioni policor të Arc kanë privuar nga liria një 17 vjeçar nga po i njëjti fshat, pasi gjatë kontrollit ndaj tij është gjetur dhe sekuestruar marihuanë. Pas mesnate në ora 12:40 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një 32 vjeçare nga Tetova ka denoncuar se ish bashkëshorti i saj, 38 vjeçar nga Tetova, i ka dërguar kërcënime për jetën, po ndërmerren masa për zbardhjen e rastit. Sot në mëngjes në ora 4:50 zyrtar policor nga stacioni policor Gostivar kanë privuar nga liria një 45 vjeçar nga Gostivari, duke vepruar sipas denoncimit se në shtëpinë e tyre ka sulmuar fizikisht bashkëshorten e tij, 43 vjeçare. Pas dokumentimit të plotë të rastit, do dorëzohet kallëzim penal përkatës.